Unë për veti, kom pa lloj intervista, ama si që kjo e Olsa Muhametit, nga i vet, nuk e di unë, në që do, produksione, duhet të ndihmohet për të ngritur më lart. është praktikisht një prej intervistave ma s'di e vëden, kjo qa ka desht me bo, një zot e din. Atilla tha, s'ka pas kur tha probleme ligjore. E keni në Suedi, të burgosur, të me vendim të prem gjyqësorit, ku njëherë për vjetë dhe njëherë për dhunë ka majtë burg. E keni pastaj vendimin e prokurorit në Kosovë. Jam, a vëden, okej. Gjesti tha së kon kërkush, jo kon i smut, budal, thave që në ka lutë shumë, tha na e kena marrë e kena shti. Budal, tha e kena shti në Big Brother. Qysh marrë e keni shti, tha, tha budal, i rehabilitu mi sa në probleme. Tha po, a i s'ka dit me lujt, tha, dhe qa me bo na, tha, te ke marrë, te ke mësu. Take. Pra praktikisht, kjo për thot që na e ke mësu me lujt kundër Gjenetës, Gjeneta me kon qysh ka lujt kundër tina, ta shtau të e lujt njëtën lujt që i kena mësu, tha na. Tha se mos me ba mësu na, tha kjo atje s'kish dit me lujt. A e fiton atje, tha jo, ma shka të fitu me, ja, marrë ta s'ka. Tha se edhe në Kosovë, tha, publike ka eliminu, tha se qëre produksione, tha, vendos, tha, kjo ardë, kur dënë, tha, me marrë një banor, me lonë me rami të lirë, tha, se tani nuk i dije, tha, bot finalista, fitu, sa resen, tha, e dvynë në adin me hek, asi jo marrë një mes publike e pas ka eliminu. A ka pas ta vota gjesti? Jo, vëlla, tha, s'ka pas vota kur gjesti, tha, e cila ka qenë pika kulminante e Juvja, tha, pika kulminante e Jonja u konë, tha, atë natë kur kanë dalë në minim gjesti me atë Veglen. Ta shti, nëse u konë pika kulminante, kësë ka pas vota, a vëden, tha, a e një ndikja që u dalë, jo, mërë, tha, na, e kena mujtë edhe vetën, tha, ki pasha ka ndonë ma, tha, wallahi unë e di që mas daljes gjestit ju keni bu kështu te pushte, ose unë s'kom këshur Big Brother si dijet. Dikush këtu, ja unë, ja ju, e kena një problem serioz, pra për mu, ma me desh dikush, kështu, me dorët veten, me dëmtu Big Brother VIP Kosovën, si kur Olsa, po mos harroj. Tha na jena që di që e ka marrë Top Channel-i gjestin. Më i zonë, tha, po ti ki postu story, tha që pima i dy Big Brother. Tha, kesh aty më brezovis, tha, s'desha që me buha i tja fusta, ta postu një story. Për që ta, tha, se nuk ka pas të bëj fare, jo mërë, tha, s'ka pas bëj fare me atë farë muhabeti. Tha, na jena që di që e ka marrë, tha, jena gëzun nga dhe ku, që a mirë ku kem të punu, po na merë Top Channel-i banorët. Falni se ke pak gjatë kjo video.